pash atje dhe po jo, e di ti ç'bëhet në Kaliforni sot. I kam pa. E di në San Francisco ç'bëhet. Janë mush parë që tu flet nëpër makina. Po. Tani do të vazhdojmë. Jo, jo do Po nuk mund ta pranoj. A ka probleme në Gjermani sot? A ka probleme në Itali sot? Ore, po shkoj shqiptar. Romeo, po jam dakord. Po ne po ikim idealizimi që kemi bënë, na ka marrë qafë. Sepse kemi botën idealizimi që i kemi bënë. Unë e kuptoj kod komunizmi se ne ishim të izoluar. Ose që ne kemi nevojë për shpërndarje pasurie. Edhe jo. E dyta, ti populli, ti kthehen të gjitha. Tregon një vend botë sot që nuk ka varfëri, nuk ka probleme. Që e bën se kështu kemi gjithmonë të patin. Ti popull ti kthehen në burimet natyrore, resurset. Se i kanë marr njëri më pjesë tjetri. Edhe i dim shumë mirë se i kanë marr. Ky popull do bëhet më eficient. Ne nuk dolëm nga 91-shi, me premtimi që do ndaj dhe pasuria e madhe kombëtare që ishte krijuar, mua më ra bishi lopatës edhe atij që kishte 1000 metra katror dyqan, mori dyqanin me mënyrë pa drejt, i futën dhe isha 500 Po tash e kemi ndërtuar gabim, tash ky ndërtim gabim. Po, edhe ky që bëri lëmshin deri tani, ky do vi prapë, jo më shumë. Po pra ky do vi, në rregull, të mbyllim. Ky që bëri lëmshin sepse atë që bëni lëmshin ne duam ta bim prapë pushtet. Maroj, e mbyllim këtu. E mbyllu ti pse shkove ke Partizani apo e ma të shkëlqenin se eçi këto po janti. E majte me atër atë. Çimë? Për dosjen Partizani. Është haberi i madh. Po më hapë, me dosjen Partizani e nisa. Vje keq që nuk e kam drejtuar si duhet emisionin sot. No, me dosjen Partizani e nisa unë. Unë me dosjen Partizani ta nisa emisionin. Mirë. Dhe ti është për mua është ngjarje e pritshme, sado që në një ndikim që ka bërë realisht gjykata të opinionit publik, se ka qenë shumë i vëmendshëm, për herë të parë këto çojnë një çështje të këtij personi, një korrupsion të këtij e çon për gjykim. Dosje edhe më e qepur është pjesa e privatizimit të ose është nga Çezi, ata e pushuan dhe unë kam çuar në gjykatë lart, edhe është në datën 22 maj dhe bëj thirrje si shqiptar, si një person që edhe unë kam lexuar 2 rrjedhë nga drejtësia dhe që aspiroj për drejtësi, gjykatëve ta kthejnë atë çështje, se meriton, ka fakte reale, pamohueshme, të mbështetura dhe në prova, të mjaftueshme, ta kthejnë për të paktën për një investigim tjetër, plotësim hetimi, në SPAK, dhe jo siç vajtin gjykatë e Tiranës në kundërshtim me ligjin. Pra ishte krijuar SPAK-u në atë kohë dhe ata nuk e çuan dosjen atje, po e çuan gjykatë e Tiranës. E zbarret e vërteta. E do t'rregoj që gjithë qeverisja e Berishës ka qenë shpërdorim, korrupsion dhe përvetësim pasurie publike.